Përshëndetje, mirë se erdhe te kuzhina e Lolës. Sot do të ndaj me ju një recetë pak më të veçantë të iftarit, të cilën shpresoj se do ta provoni edhe ju së bashku me familjarët e juaj. Do të gatuaj patate të mbushur, e cila bëhet jashtëzakonisht shumë e shijshme, por ka edhe një veçanti. Gjithashtu do t'i bashkangjes tagliatelle dhe një pulë. Së pari do të vendosim patatet e pastruara mirë në furrë që të pjeken. Do t'i vendosim kështu të plota, vetëm se do t'i shpojmë nga pak me piron. I shpojmë me piron për arsye që të pjeken më mirë brenda. Pastaj do t'i lyejmë me pak vaj dhe gjithashtu do t'i shtojmë edhe pak krem. Dhe me anë të duarve do të mundohemi që ta shpërndajmë në të gjitha anët. Tani e kemi gati dhe do i vendosim në furrë që të pjeken për afërsisht për 1 orë. Furrën e kemi lëshuar pak më parë dhe tani do i lëm patatet që të pjeken. Pas gjysmë ore, patatet kanë filluar që të marrin ngjyrë kafe. Pas 56 minutave, patatet i kemi pothuajse gati, por për siguri do i lëm edhe pak që të pjeken brenda. I kontrolluam dhe tani do i lëm vetëm edhe për disa minuta. Tani i kemi gati, do i largojmë nga furra, pra në total 1 orë e 6 minuta unë i lash në furrë, por ja rrotllova edhe anën në mënyrë që të pjeken mirë brenda. Shikojni se sa mirë janë pjekur. Pra i testoni me një thikë dhe në mes të patatës do e presni. Dhe do e hapni ngadalë, por me kujdes në mënyrë që të mos na prishet forma e patatës. Në këtë mënyrë. Provojeni sepse dalin shumë të veçanta, gjithashtu pjatës tuaj i japin shumë bukuri, por dalin edhe jashtëzakonisht shumë të shijshme. Tani do e marrim dhe do ja largojmë patatës brenda sasinë të cilën e ka. Me anë të një luge, por natyrisht me shumë kujdes pasi që janë shumë të nxehta. Ja largojmë kështu. Ndoshta mund t'ju duket një procedurë gjatë ose e mundemshme, por më besoni që është shumë e thjeshtë edhe gatuan shumë shpejt. Natyrisht, procesi i pjekjes është tjetër gjë. Tani kemi marrë patatet, të cilat i kemi vendosur me një pjatë, i shtojmë kaçkavall, gjithashtu do t'i shtojmë prosciutto të gri në kube, suxhuk dhe sallam. Të gjithë këtë sasi do e bashkojmë së pari me lugë. Del një sasi mjaftueshëm e madhe, që do të na mjaftoj për t'i mbushur të gjitha brenda. Pra shtojmë të gjithë sasinë e kaçkavallit dhe të gjithë sasinë e sallamit, suxhukit dhe prosciuttos. Po e vendosim në një pjatë më të thellë, në mënyrë që t'i përziej më mirë. Tani do t'ja shtojmë edhe një ajk të njelmët, ose ndryshe ajk kusi, ose pavllak, ose shmand, sepse kam shumë pyetje kur gatuaj me ajkën që më pyesin se çka është ajka. Pra kjo është. I përziejmë mirë dhe tani do t'i shtojmë biber të zi, veget, melmes curry, origano ose majdanoz, hudër të bluar dhe do t'i përziejmë mirë prapë së bashku. Tani masën e kemi gati dhe do të na mbetet vetëm që t'i mbushim patatet brenda. I mbushim patatet brenda me masën të cilën e kemi përgatitur. Bën shumë të shijshme dhe ka një bukuri të veçantë. Nëse i provoni do e shikoni sepse kur t'i shijani, aroma e prosciuttos do t'i ndihet në të gjithë patatën, gjë që e bën shumë të veçantë këtë recetë. Ju mbushin mund ta bëni me gjithçka që juve ju pëlqen. Por unë e bëra në këtë mënyrë, ndërsa jo mund t'i vendosni gjithashtu misër, mund t'i vendosni lloje të ndryshme të mishtrave, mish të bardhë,
por unë e bëra në këtë mënyrë dhe më pëlqeu jashtëzakonisht shumë. Mos ngurroni edhe nëse do t'jetë hera juaj e parë e përgatitjes së këtyre patateve, pasi që edhe për mua ishte hera e parë, por që ishin shumë të thjeshta gjatë përgatitjes dhe jashtëzakonisht të shijshme. Do shikoni edhe nga afër se si duket një patate e mbushur. E kemi gati, por përsëri këto patate do t'na duhet që t'i vendosim në furrë në mënyrë që të shkrihet kaçkavalle dhe të pjeket edhe nga pak patatja dhe të na merr një ngjyrë më të bukur. Tani do i vendosim përsëri në furrë dhe do i lëm që të na pjeken. Pra, jam pjekur pak dhe pastaj do i largojmë nga furra. Shikojeni se sa mirë që jam pjekur. Nëse keni edhe patate të vogla, nuk ka rëndësi, dalin edhe më të bukura. Tani këtu kemi marrë një pulë të cilën do e përgatisim sipas mënyrës time. Unë fillimisht marr pulën dhe e vendosi që të zihet. I shtoj pak krep dhe derisa pula të zihet, atëherë vazhdoj me procedurën e radhës. Marr një tavë ku i shtoj pak vaj dhe shtoj pulën të cilën e kam zier. Ujin të cilën e ka lëshuar pula gjatë zierjes e përdori për të gatuar supë, pasi që bëhet shumë e shijshme. Tani e marr një pjatë në të cilën do të vendosi vaj, pra do të gatuaj një sos të thjeshtë të cilën e përgatis unë për pula. Shtojmë biber të kuq, biber të zi të bluar, oregano ose majdanoz, veget pak dhe hudër të bluar. Të gjitha këto do t'i përzije me një brush dhe pastaj do të vazhdoj dhe do t'a lyej pulën në të gjitha anët. Me këtë recetë, pula do të mbetet shumë e butë dhe nuk do të ketë një shije e cila do t'ju rëndoj. Pra do t'jetë një recetë shumë e mirë, të cilën besoj se do t'a provoni edhe jo. Është e thjeshtë dhe shumë e shijshme. Mundohemi që t'a lyejmë në të gjitha anët njësoj, duke rrotulluar pulën, dhe pastaj do e vendosim në furrë që të pjeket edhe pak. Tani pula do të vendoset në furrë. Në anën tjetër, unë kam përgatitur sallatën, po e servoj në pjatë. Kjo është sallatë e thjeshtë e cila gatuhet me marudhë ose sallatë gjelbërt me domate, tranguj dhe me qepë. Tani sallatën e kemi gati dhe për dekor do i vendosi majonez. Gjithashtu mund të përdorni edhe soset të ndryshme të sallatave. Pra sallata është gati, tani do të presim bukën. Buka është e gjatë pasi që dëshirova që të blej bukë franceze, por më doli bukë e gjatë. E presim dhe e vendosim në një enë, ku pastaj do të jashtojmë tavolinës. Pra, i kemi bërë pothuajse gati të gjitha përgatitjet për iftarin. Tani do të përgatisim edhe një sos të shijshëm të cilën do ta përdorim për tagliatelle. Do të shtojmë pak qepë ose gjysmë qepe nëse është qepa e vogël. Do të shtojmë vaj dhe do e lëmë derisa qepa të fërgohet. Qepa ka filluar të fërgohet, tani do të shtojmë këpurdha të freskëta. Unë këtu kam përdorur 5 deri në 6 këpurdha të freskëta.
Pasi këpurdhat janë fërguar, do të shtojmë një ajk kuzhine. Dhe për këtë sos nuk do t'ju duhet asgjë tjetër përpas melmesave. Shtojmë krep, biber të zi, melmes curry, oregano ose majdanoz. Dhe përzijem dhe lëm për pak minuta që të filloj të vloj sosi dhe e kemi gati. Nuk keni nevojë që të shtoni asgjë tjetër për ta trashur sosin, pasi që ky sos do të trashet në mënyrë të thjeshtë dhe bëhet shumë i shijshëm. Ma besoni. Sosi ka filluar që të vloj, e përzijem dhe mund ta ndalni temperaturën që të zihet në temperaturë të pllakës së nxehtë, nëse natyrisht keni kohë. Tani do të marrim një tenxhere, do të shtojmë pak vaj dhe do e lëm që të vloj uji. Pasi uji të ketë vluar, atëherë do të shtojmë tagliatellas. Koha e përgatitjes për tagliatella është pothuajse 10 minuta. Shtojmë pak veget, pasi që edhe tek sosi kemi melmesa dhe nuk do të na duhet shumë. Mundohemi që t'i shpërndajmë nga pak, në mënyrë që mos të ngjiten. Dhe pas zjerjes së 10 minutave, tagliatellat i kemi gati. Mua më pëlqejnë jashtëzakonisht shumë, pasi japin edhe pjatës bukuri. Unë tavolinën veç se e bëra gati dhe tani do të na mbetet vetëm që të shtrojmë pjatat kryesore. Tani po i mbushim pjatat, vendosim nga një patate. Shikojeni se sa bukur duken. Janë shumë të shijshme. Tani do t'i shtojmë edhe tagliatellat. Besoj se do t'jetë një ide për iftarin e radhës, pasi që bëhen shumë të shijshme dhe është një pjatë e cila del jashtëzakonisht bukur dhe ka bukurinë e veçantë të saj. Por natyrisht e ka edhe shijen shumë të mirë. Tani, tek tagliatella do të shtojmë sosin të cilën e gatova. Tani, për zbukurim të pjatës, do të përdori pak oregano ose majdanoz. Dhe ja, pjatën kryesore e kemi të gatshme. Vetëm se po e zbukurojmë pak edhe pataten me majonez. Dhe ja, tani jemi në përfundim të pjatës. Shikojeni se sa bukur që duken të gjitha. Kjo është një pjatë ideale, sidomos nëse keni të ftuar shoqëri, pasi që është shumë e veçantë. Kjo është iftari im për sonte, pula e pjekur në furrë, patate të pjekura dhe të mbushura, tagliatella me sos. Shpresoj se këto recetat e mia ju kanë ndihmuar sadopak që ju të vendosni çka të gatuani për iftarin e radhës. Faleminderit edhe një herë që po shikoni videot e mia çdo ditë më shumë. Vazhdoni të më mbështesni me subscribe, me like dhe me zile, gjithashtu edhe duke më komentuar, pasi që komentet e juaja vlen jashtëzakonisht shumë për mua. Faleminderit edhe një herë dhe vazhdoni të më mbështesni. Zoti na i pranoft agjërimin, gjithashtu edhe lutje gjatë këtij muaji të Ramazanit. Shikojeni se pula sa mirë që prehet, pra është pjekur shumë mirë, në mënyrë shumë të thjeshtë. Tani do të ndaj me ju edhe se si duket patateja nga brenda. Pra e mbushur, shumë e butë dhe me një shije shumë të veçantë. Mos e lini pa e provuar këtë recetë. Vazhdoni të më mbështesni dhe mirëmbëjtje.